Nëse pini ujë të ftohtë në vap, po bëni një gabim të madh. Më e keqja është nëse pini ujë në këtë situatë, duket sikur është një zgjidhje ideale të freskoni, por në të vërtetë dëmtojmë vetveten. Uji i ftohtë ndikon në tkurrjen e enëve të gjakut, kështu që hidratimi i trupit është shumë më i ngadaltë se zakonisht. Varianti dhe më i keq është edhe nëse keni ngrënë para se ta pini atë gotë ujë me akull, tretja do të jetë shumë e ngadaltë për shkak të tkurrjes së enëve të gjakut. Kjo nuk është pengesë vetëm me ujë të ftohtë. Kur enët e gjakut ngushtohen, është më e vështirë për trupin t'i absorbojë lëndët ushqyese që na japin energji. Prandaj energjia ekzistuese përdoret për të rregulluar temperaturën në trup. Kjo madje mundi të çojë në dehidrim, që është saktësisht e kundërta e efektit që ne duam ta arrijmë. Nëse kemi vap, patjetër që nuk duhet të pini ujë të ftohtë. Kjo nuk do të thotë se duhet të pini ujë në temperaturën e dhomës, por të paktën jo me akull.